unë them që kjo është rrutja e status quo-s të zotit Berisha. Pse? Ajo që tha dhe Leonardi, po përsërit prap unë, që do të thotë që data 10 nëntor, në humbi që do vi, nuk ka humb Sali Berisha, nuk ka humb Partia Demokratike, sipas tyre, nuk ka humb opozita, po keni humb ju, shoqëria. Ja pra, që dhe ju jeni një lloj. Pra nuk mund ka rëndësimi, nuk mund ka Edi Rama vetëm nga partia, ka fajta shoqëria, me që kërkoni shoqërinë. Problemi është këtu. Kjo është kapitullim i opozitës e Partisë Demokratike. Është për gjatë 5 vite hera e parë, po është hera parë që nuk merr pjesë në zgjedhjet, këtë që bojkoti që i bërin në zgjedhjet lokale që ishin 2019-s. Ndërsa tani që tregon frikën, kapitullimin e Partisë Demokratike opozitës. Kjo është e turpshme. Kjo është e mëshme. Dhe zoti Berisha tash për të mbajtur status quo-n e vet, për të lutur atë që të harrohet problemi i tij, nuk don të marrë pjesë në zgjedhje.